Po ta them troç. Njohuria nuk do të ndryshojë biznesin apo karrierën tënde. Kujdes. Njohuria nuk do të ndryshojë biznesin apo karrierën tënde. Mbaj shënim këtë. Kjo nuk mjafton. Nuk do të sjellë një ndryshim të vërtet pa hequr më parë një pengesë, një mur të madh, të lartë, të trash, që po të ndalon të ecësh përpara. Këtë mur unë e quaj loja old school. Prandaj le të futemi tani në thelb të saj dhe ta sfidojmë bashkë. Çfarë është loja old school? Loja old school është mentaliteti yt i vjetër dhe mënyra e vjetër si bën biznes apo karrierë. Sot do të vendosësh të vazhdosh të luash lojën old school apo të luash lojën e re. Përgjithsisht, ekziston një mënyrë e menduari që biznesi im kaq ka. Nuk mund të rritet më sepse industria në të cilën ndodhem, ekonomia që unë jam tani, kaq tjetër s'ka më tepër, nuk ka mundësi tjetër. No, kaq është tavani i të ardhurave të biznesit tim. Kaq është tavani, nuk shkon dot më tepër. Ky është një nga mentalitetet më të rrezikshme sepse shiko, kur themi që tavani kaq ka, ekonomia, industria, etj. Ky është një nga mentalitetet që nuk tingëllon si justifikim, por ky tingëllon si realitet. Sigur, kjo është e vërtetë më? Kjo është e saktë fare. Prandaj kur pronarët e biznesit më thonë biznesi im kaq ka, kaq nxjerr kjo, realisht po thonë shiko, eri, nuk po shoh një mënyrë tjetër. Nuk po shoh një mënyrë tjetër. Okej? Dhe prandaj po të them që nuk është ky tavani i tregut, por ky është tavani yt mendor. Ky është tavani yt mendor. Nëse thua biznesi im kaq ka, atëherë mos kërko më rritje, sepse je ti që po e ndalon. Ky nuk është realitet. Ky është një burg i ndërtuar nga mënyra se si ti po mendon. Ja çfarë duhet të bësh menjëherë. Mbaj shënim këto. Okej, mbaj shënim këto sepse ky është mësimi numër 1. Okej? E para, ndalo së menduari si operator. Kujdes. Ndalo së menduari si operator. Fillo të mendosh si arkitekt. Nuk ke ndërtuar një biznes apo kujdes, nuk ke ndërtuar një karrierë për t'i bërë të gjithë shka, për t'i bërë të gjitha vetë. Ti nuk je makina. Oh, hello, nuk je makina. Ti je inxhinieri që e bën makinën të eci. Ti nuk je biznesi yt. Ti e përdor biznesin si një makinë për të çuar në jetën e ëndrave, në plotësimin e dëshirave të tua financiare dhe jo vetëm. Biznesi yt është ai mjeti që ti synon të përdorësh për të realizuar ëndrat e tua, por ti nuk je biznesi yt. Mbaj shënim këtë dhe është diçka që duhet ta kristalizosh mirë në mendje. E dyta, mos lufto për çdo klient. Ndërtoj një sistem që i tërheq ata. Sa kohë që ti lufton, do lodhesh. Ti duhet të ndërtosh një pozicionim që magnetizon, jo shitje që raskapit. 3. Mos ja faturo më fajin tregut apo industrisë. Nuk është industria, nuk është tregu. Është struktura që ti ke ngritur, mentaliteti që ke ndërtuar në mendjen tënde. Ti e themeli çdo gjëje. Gjithsesi është kjo, është si tu shiko. Makina ime nuk shkon dot më shumë se 60 km/h. Kur në fakt ti ke lënë frenat e dorës ngritur. Ti jep gaz, po ke frenat e dorës ngritur. Jep gaz, ke frenat e dorës ngritur. Nuk është faji i makinës, është sistemi brenda që e pengon. Uli frenat e dorës dhe vazhdo rrugën shpejt. Mos thuaj makina ime nuk ecën dot më shumë. Thuaj, ore, shiko. Çfarë e pengon makinën time të ecë në shpejtësinë që unë dua? Kujdes, sepse kjo është shumë e fuqishme. Mbaj shënim, sepse këtë do zbulojmë të bashkë në fund kur ta analizojmë një nga bizneset që janë këtu. Të lutem mbaj shënim. Çfarë e pengon biznesin tim të shpërthejë dhe të arrijë rezultatet që unë dua? Mbaj shënim këtë dhe do ta diskutojmë më vonë. Okej? Tani po bëjmë një quick survey, një pyetje shpejt fare. Çfarë e pengon biznesin apo karrierën tënde të arrijë rezultatet që ti do? Shkruaj në chat. 4.
zëvendëso fjalin, biznesi im ka shka, me, hey, unë s'po jap biznesit tim mundësinë që biznesi im meriton. Sepse kjo është e vërteta, dhe lajmi i mirë. Kush është? Kur problemi e ti, tha dikush unë aty. Kur problemi e ti, edhe zgjidhja je po ti. Ndryshon më njëherë mënyrën se si ti luan lojën. Mos shto më shumë forcë, por ndrysho strategji. Ndrysho strategji. Nuk ka lidhje sa shumë punon, po ka lidhje si e luan lojën. Strategjia fiton përpjekje, struktura fiton gjithmonë kundrejt lodhjes. Shumë pronar bizneses që unë njoh, bëjnë çdo gjë në biznesin e tyre. Kujdes. Dhe vetëm punën e pronarit biznesit nuk bëjnë. Merren me lloj-lloj gjërash, dhe nuk bëjnë punën e pronarit të biznesit. Dhe nuk është çudi që biznesi ngec, sepse kompanisë i duhet një lider vizionar, një drejtues i mirëfill dhe jo një punëtor i zellshëm. Një që punon aty kokë ulur, edhe punon gjithë ditën dhe nuk përqendrohet, si ta çoj biznesin në next level. A është e vërtet apo jo? Shkruaj në chat, është e vërtet?